për në rastin e Shqipërisë, domethënë po të ishin në të njëjtin nivel, do të ishin në rreth 300 milionë euro që duhet të ishin subvencione bujqësore. Dhe unë shpresoj, ose plus të zhvillimit rural. Dhe unë besoj që në qoftë se ne do të jemi antar, ose ndoshta edhe pak më përpara se të jemi antar, diferenca midis fondeve që jep Shqipëria dhe fondeve që do të japë pra dhe diferencën e kësaj shumë, pra besoj do ta financojë Bashkimi Evropian. Pra nëse Shqipëria themi fonde direkte do të japi 100 milionë euro, 200 milionë euro ose ndoshta edhe më shumë, sepse kjo ka qenë praktika për gjithë vendet e reja, do të jepen nga Bashkimi Evropian. Ju përmendët shifrën në 100 milionë euro si shembull, por janë 250 milionë euro. Pra, është vendosur që në dispozicion të fermerëve dhe fshatit një linjë re kredie nga Banka e Shqipërisë, 250 milionë euro, që është një shumë kolosale për të përgjigjur ambicjeve, ka thënë ndër të tjera Rama. Subvencionet janë subvencione, pra janë para të falura, ndërsa kredia, sado që të jetë me interes të butë, është e falur. Dhe kredia, edhe në Bashkimin Evropian nuk është një instrument aq i fortë. Përdoret kredia, por për fermerët, për shumicën e fermerëve, ato që veprojnë në subvencione. Nuk është kredia. Pra fermerët ka nevojë për subvencione. Më fal? Fermerët ka nevojë për subvencione, për ta thënë. Fermerët kanë nevojë për subvencione, jo për kredi. Ky është thelbi i çështjes, thelbi i gjës. E qartë. Ndërkaq, Ministria e Bujqësisë, zonja Denaj, po në këtë takim ka listuar dhe arritjet në sektorin e bujqësisë gjatë dekadës së fundit, duke nisur nga 3 fishimi sipërfaqes së kultivimit në serra, 5 fishimi eksporteve bujqësore në 80 tregje ndërkombëtare, rritja dhe financimi mbështetjes për sektorin e bujqësisë, investime në infrastrukturë, teknologji dhe siguri ushqimore. Me aq sa jeni ju në dieni, zoti Fico, për arritjet që ka patur sektori i bujqësisë gjatë viteve të fundit. Si do t'i vlerësoni ato? Okej, do të them dhe pak tek subvencionet. Atëherë, pra nëse ne do të mbetemi tek subvencionet dhe tek paratë që sepse zoti Rama i dha rëndësi kësaj dhe përsëri po flaset teknicien, nuk kanë lidhje me politikën. Atëherë në Shqipëri, presu tregu i ushqimit mendohet që të jetë mbi 3 miliardë euro në vit. Dhe për këtë qytetarët, ne si qytetarë, pra si konsumator paguajmë 20% të VSH. Pra mblidhet jo pak taksa nga ushqimi, vetëm nga ushqimi mblidhen jo pak taksa. Pra këto taksa që mblidhen nga ushqimi, 20% e 3 miliardë euro, dhe i thonë 600 milionë euro. Pra është 2 herë më pak se sa financimi i bujqësisë që do të bënim ne, sikur të ishte në nivelin e Bashkimit Evropian. Në Bashkimin Evropian, jo vetëm që bujqësia financohet, pra zhvillimi rural dhe bujqësia financohet, por edhe të TVSH-e ushqimit është e reduktuar. Disa vende e kanë 0, shumë vende e kanë të reduktuar 4%, 5%, 7%. Pra mbledhin më pak taksa nga ushqimi, japin dhe shumë më tepër fonde për bujqësinë. Dhe këto janë subvencione, jo kredi. Linjat e kredive janë të tjera. Gjithashtu dhe roli i pushtetit lokal është shumë i kufizuar në drejtim të bujqësisë, sidomos bujqësisë, më pak kundrejt zhvillimit rural. Por edhe për këtë, Bashkimi Evropian ka 2 linja tjera. Një linjë janë politikat e kohezionit, pra ato politikat e kohezionit që quhet të krijojnë një farë uniformiteti, pra mos ketë ndallime midis rajoneve shumë të pasura të Europës me rajonet më të varfra, me zonat më të varfra, dhe janë politikat e zhvillimit rajonal. Pra unë besoj që dhe këto një pjesë e madhe të dyja këtyre fondeve, pra si të zhvillimit të rajoneve, si të kohezionit, shkojnë drejt zhvillimit rural dhe drejt bujqësisë. Përfitojnë shumë për shembull këto shërbimet që bëhen në zonat rurale, shërbimet të infrastrukturës, shërbimet shëndetësisë, shërbimet tjera sociale, të shëndetit, shkolla, rrugë, komunikim, por mbi gjitha për të rinj dhe për shtresat në nevojë. Pra edhe këtu, nuk ka pse ne, nuk besoj pse duhen shpikur politika të reja për bashkit, që të përfshijnë bashkit, do me thënë në një rol që nuk e kanë bërë dhe nuk din të bëjnë, kur për këto janë linjat e Bashkimit Evropian. Pra dhe këtu duhet patjetër parafrimi sa më shpejt me këto 2 programe që ka Bashkimi Evropian. Pra unë them që të themi nga ana strategjike, këto 2 zgjedhje, pra zgjedhja e financës, sepse t'japësh kredi do të thotë financë.
dhe të zgjedhësh instrumentin më të dobët, si më thon, nga ana institucionale që kemi ne pushtetin lokal për të zhvilluar sektorin, të themi më të prapambetur të ekonomisë tonë, nuk më duket një zgjidhje oportune, nuk më duket një zgjidhje e mirë. Po, dhe